sërish në studio, miq dashur, jemi në pjesën e fundit të programit Vizioni pas ditës për këtë ditë të hënë. Do të flasim tani për një temë e cila është shumë e këndshme, sepse bëhet fjalë për muzikën, ajo që është frymëzim edhe ilaç për shpirtin. Sa herë që jemi të trishtuar, apo ndoshta edhe kur jemi shumë të gëzuar, kemi nevojë që të dëgjojmë muzikë. Dhe do të flasim tani për një zhanër të muzikës që është i lashtë sa vetë njerëzimi. Bëhet fjalë për muzikën bizantine, që në vitin 2012 ekziston shkolla e parë e muzikës bizantine në Shqipëri. Për çfarë bëhet fjalë? Ndjekim një insert prezantues e rikthehemi vetëm pas pak në studio. Shqiptarët gjatë rrjedhës së gjatë të shekujve kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e kulturës, jo vetëm të vendit tonë, por edhe të rajonit e Mëgjer. Ky kontribut ka qenë në shumë fusha, një prej të cilave edhe muzika kishtare bizantine. Historia e saj në vendin tonë është e lidhur ngushtë me të qenurit e Shqipërisë pjesë e perandorisë bizantine. Kjo perandori ka lënë gjurmë të thella sidomos në art, si në arkitekturë, me ndërtesat madhështore të kultit, në pikturë me pikturën murale dhe ikonografike, në gdhëndjen e drurit, në muzikën kishtare e të tjerë. Hapësira shqiptare është një vatër e rëndësishme që ka trashëguar dorëshkrime të pasura kishtare, ku disa prej tyre përbëjnë edhe monumente të vyera në shkallë botërore. 6 kodikët të dorëshkruar përbën një pasuri të çmuar të kulturës së vendit tonë, ku mes tyre një pjesë të veçantë zën edhe dorëshkrimet e muzikës kishtare bizantine, të cilat i përkasin periudhave të ndryshme të zhvillimit të saj dhe dëshmojnë përdorimin dhe kultivimin e muzikës bizantine në viset e Shqipërisë së sotme. Sot në arkivin qendror shtetëror përveç kodikëve me shenja ekfonike ruhen edhe 6 kodik me muzikë bizantine, të cilët edhe pse të pakët në numër kanë një rëndësi të madhe për muzikologët. Më i hershmi mes tyre është kodiku i Përmetit numër 81, i cili është shkruar në pergamen dhe i takon shekullit të 12. Sot, pas 2000 vjetësh, sërish të vlerat e muzikës bizantine janë të çmuara për historinë që mbartin. Teodor Peçi në studion e Vizionit të pasdites do të na tregojë më në detaje pse duhet të dimë më shumë rreth kësaj muzike, lashtësisë dhe origjinalitetin e muzikës kishtare. Kemi ndjekur pikërisht të material përgatitur nga gazetarja e Vizionit të pasdites Mersi Bardi dhe zoti Teodor Peci e kemi në studion e Vizionit të pasdites. Ai është drejtori i shkollës së muzikës bizantine, njëkohësisht edhe drejtues i korit. Mirë se ke ardhur. Faleminderit që na keni nderuar me prezencën tuaj këtu. Mirë se gjende, falenderojmë për mikpritjen. Fakte, faleminderit juve. Disa fakte janë thënë në insert, por më konkretisht të diskutojmë së bashku si u krijua fillimisht muzika bizantine. Tani nga vetë emri muzikë bizantine, nënkuptojmë muzikën e cila u zhvillua gjatë perandorisë bizantine. Por kjo nuk nënkupton thjesht një muzikë e cila lindi thjesht në periudhën bizantine, por është një muzikë e cila mbart në vetvete një traditë e gjallë romake, ebreje, greke, pra helene. Pra është një mix kulturash të ndryshme të cilat ndërthuren me njëra tjetrën shumë bukur në periudhën bizantine dhe në cilat zhvillohen dhe marrin një formë goxha të konservueshme të mirë, domethënë të një arti të mirëfillt të kohës. Ajo i ka nisur që në fillimet e para të krishtërimit, po themi si iniciativë, nga vetë themeluesi i krishtërimit që është Isu Krishti, i cili praktikonte domethënë këndimin gjatë mbledhjeve me apostujt dhe më pas bashkësitë e krishterë që pasuan më pas ishin ato të cilat e futën brenda adhurimit të psalurën, pra të kënduarin, dhe nga shekulli 6 fillojnë domethënë grimcat e para të themi të një shkrimi muzikor bizantin, po jo të një arti të mirëfillt. Po ta kapim nga ana historike muzikën bizantine, do duhet ta ndajmë në 2000 vjeçar, pra sepse ajo është e lashtë siç thatë dhe juve, është 2000 vjeçare. Është 1000 vjeçar i parë i cili është
më shumë jo kaq në aspektin artistik, se sa në aspektin letrar, pra ku krijohen ato librat e parë liturgjik, fillon edhe shfaqen ato grimcat e para të shkrimit që thash, pra të shkrimit tek fonetik, dhe fillon edhe themelohet institucioni i psaltit dhe anagnostit, pra atyre që këndojnë i psaltëve, dhe nga shekulli i 10 kemi datimin e parë të kodikut të parë, domethënë të muzikës bizantine, 950, i cili patjetër nuk i përket shekullit të 10, por pak më herë, sepse i përket një tradite pak më të vjetër, por në atë kohë datojmë atë kodik dhe ati fillon të themi arti mirëfillt bizantin. Tani, ne i quajmë përveç muzikës bizantine, i quajmë art psaltik. Ky është termi më i dur dhe më i përshtatshëm, më korrekt se sa muzikë bizantine, sepse duke thënë muzikë bizantine, flasim për një muzikë e cila i përket thjesht periudhës bizantine. Dhe është një muzikë që mbetet vetëm për atë periudhë, dhe është një diçka e cila mbase për një njeri që e dëgjon thotë që është një muzikë që me perandorim bizantine nuk ekziston më. Nuk është ashtu. Termi më i saktë është arti psaltik, pra që përfshin gjithë periudat, sepse është e gjallë nga themelimi i saj dhe deri në ditët tona. Përpos historisë, të cilën ne pak a shumë e treguam, edhe ndërthurje së kulturave të atyre vendeve që bënin pjesë në atë kohë në perandorim bizantine, çfarë përcjell kjo muzikë kishtare në vetvete? Çfarë tjetër? Kjo është muzikishtare në radhë të parë. Kjo është kryesorja, sepse në fillimet e saj, fillimisht domethënë, ajo nuk është se është përdorur si muzikishtare. Ajo ka nisur si muzika e perandorisë, pra e një qytetërimi të tërë, i cili ishte Bizanti. Pra ishte muzika me të cilën këndonin dhe argëtoheshin në evenimente ndryshme gjithë qytetarët bizantin, pra romakët e rinj të themi, me që u spëstua perandoria në Bizant. Dhe më pas kam bizotëruar sot në ditët tona të quhet muzikë religjioze vetëm, sepse sot ajo përcillet vetëm nëpërmjet adhurimit hyjnor, pra vetëm nëpërmjet himneve të kishës, pra siç ishte muzika e popullit që ishte në aenget dhe në aktivitetet të ndryshme, ishte edhe muzika brenda në kishë, pra ishte muzika popullore e kohës asaj kohe, ishte përdorur dhe për adhurim dhe për por me ndryshimin e vetëm që kishte një përzgjedhje të themi të atyre tingujve, motiveve, modeve, të cilët përdornin në adhurimin hyjnor nga ato të cilat përdorishin jashtë kishës. E kuptova. Përpara krijimit të shtetit shqiptar, cilët kanë qenë përfaqësuesit më të denjë të kësaj muzike kodike, sepse kodikët janë ruajtur ndër vite përderisa kanë ardhur deri në ditët tona. Unë para se të shkojmë te kodikët, do dua të theksoj një diçka tjetër që si thash që nga shekulli 10 fillon shkrimi muzikor bizantin, pra fillon si art në vetëm arti psaltik, dua të referoj që në shekullin e 13 është një stacion shumë i rëndësishëm, është Ioan Kukuzeli. Është një nga figurat me cilën neve si popull shqiptar krenohemi, sepse është një nga figurat që ka lindur pikërisht në qytetin e Durrësit. Dhe është një stacion ky i cili ka vendosur, ka reformuar të themi, dhe ka përveç si reformator, por ka qenë një figurë e cila ka dhënë kontribut i jashtëzakonshëm me kompozimet e tij, me botimet e tij, si himnograf gjithashtu, dhe ka dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm deri në ditët tona. Dhe në shekullin e 19 dimi që kemi të bëjmë me muzikën bizantine, me reformën e tre mësuesve që quajmë Grigor Protopsalti, Hurmus Kartofilaksi dhe Krisanti i Durrësit, përsëri kryebiskopi i Durrësit, duhet ta theksoj këtë, sepse kanë kaluar këtu në territorin e Shqipërisë mjaft figura të rëndësishme. Dhe një nga figurat e mëdha është pikërisht Krisanti i Durrësit, i cili u bëm më pas kryebiskopi i Durrësit. Dhe ai ka qenë një nga tre mësuesit që bëri reformë përsëri, ashtu si Kukuzeli në shekullin 13-14, këta bën në shekullin 19. Dhe është pikërisht ai shkrim muzikor me cilin, sepse edhe shkrimi ka evoluar nga fillimi i tij deri në ditët tona. Dhe pikërisht ky shkrimi që përdorim ne sot është pikërisht ky shkrimi krisantin të themi, i Krisantit, që po të mundet kamera patjetër mund ta fokusoj, domethënë është pikërisht ky shkrim dhe ky në rastin konkret është në gjuhën shqipe.
Po. Me qenë se më Edhe bët unë një jam duke e pyetje, edhe si që shikoni, reshti parë është nota, pra janë shenjat, sepse është një sistem me shenja, nuk është thjesht në pentagram si që janë në sistemet e tjera muzikore. Ky është një sistem shenjash, që pjesa reshti parë është me shenja bizantine, janë notat cilat tregojnë gjitjen, qëndrimin drejt dhe ulljen dhe zbritjen, dhe poshtë janë fjalët në gjuhën shqipe. Pra, një kontribut jashtëzakonshëm për këto fjalët në gjuhën shqipe është dhe stacion kryesor është pikërisht Theofan Stylianoli, i cili ka qenë edhe ai peshkop i Kishës Ortodokse, i cili pikërisht përktheu tekstet liturgjike në gjuhën shqipe. Dhe këtu para se të formohesh shteti shqiptar, ai bëri një përpjekje për shqiptarizimin, të themi, edhe të Kishës Ortodokse, dhe arriti një farë mënyrë, sepse përktheu gjithë tekstet liturgjike, dhe ne sot që përdorim në adhurimin hyjnor në Kishën Ortodokse, përdorim pikërisht tekstet e imzot Theofan Nolit. Me një fjali të fundit, pasi ka kaluar minutazhi që ne kemi në dispozicion për qëndruar së bashku në transmetimin e drejt për drejt, ju vet, si drejtor i Shkollës Muzikës Bizantine sot në Shqipëri, çfarë ofroni? Me një fjali të lutam. Po, atëre, në 2012 në shtapur Shkollë e Muzikës Bizantine funksionon kori Shunjan Kuguzeli dhe këndon çdo të dielën në adhurimin hyjnor. Pikërisht është hapur kjo shkollë e cila transmeton përçon në brezat e ardhshëm pikërisht këtë pasuri, këtë traditë, shumë të çmuar të trashëgimisë sonë kulturore dhe shpirtërore të Shqipërisë dhe të mbar ortodoksëve, patjetër, dhe kjo përcillet dhe mësohet në shkollën që është hapur tani Rishtas, kemi 3 vite në drejtimin e kryebiskopit Anastas, i cili ka një kontribut jashtëzakonshëm për sa i përket artit. Unë të falenderoj shumë që ishëm mua në studio, ndoshta nuk e kemi thënë të gjitha, por jemi fokusuar tek ato që ishin më kryesore, pasi janë minutat që kalojnë shumë shpejt dhe ndoshta nuk i ndjeni për studio. Faleminderit, punë të mbarë dhe sukses në vazhdim. Dashur, faleminderit edhe ju që na keni ndjekur sot, faleminderit Butikpendin që gjondet tek ETC dhe mundson veshjen time. Ne bashkë takohemi nesër sërish me vizionin e pasdites. Ju uroj të gjithëve mbrëmje të këndshme dhe javë të mbarë. Mirupafshim.